pas me fillu rrefimin, një kohë kam shërby në Shtëpinë Jugoslave, kam kryer shkollën oficerëve ushtarak, njësi speciale, edhe më ka përcjell gjithë jetën njësi speciale edhe këtu në Kolu, ashtu puna e ka lyp edhe rrethona. Paraprakisht, pas më orë të që kjo, janë disa filet parat, se si ka orë të uniforma, se nuk është letë, ka periuda, gjithmonë periuda, pa periuda më të funit, une në vitin 91, kam qenë njeri që ja koni aktivizum dhe edhe ju zdum, për me fillu filet e para ushtarake, që në atë kohë nuk është përdoru që kjo po ka qenë lëvizja fronti rezistencës. Në atë kohë unë kom për teritorin e Pashtikut, tash që Pashtikut atë thamë ratinar për zenit, edhe mu ka dhonë detyrë, mi prekajtit, djemët që kanë më orë tamën për këtë finalin që ishte u që këja. Me bo trajnimit. Me bo trajnimit pregaditet ushtarake, me orë, me gjitha, me trajnimit taktike, teknike, gjithë më krejto janë përdorë, dhe ndër ta shka është interesant, që më ka bo shumë më mëdhimshme, ka qenë edhe një ideal që nuk e njohë me hetë familje të tyre, po ma vonë jam njohë familjesh me ta Loan Haradinaj, që familja Haradinaj vonë e ka kuptuar që djali tyre ka qenë i pregadit nga une, vëllau i tyre djali tyre. Edhe në ka bashkë kanë qenë të pregaditën, është ai grupi në meshit PSU-t, që kanë qenë trenuar e grupi, dhe ta ka qenë... Loani ka qenë pjesë e grupit? Po, Loani ka qenë djali që shumë më pregadit. Prej me gjithë një, ademin Tësnikët, është një vend të Tësnikë thirët, ka qenë me tokë, i ka pasruar, me Tarkoqi, dhe Lea Gjusaj, së ka dëbruna, e që fakt ka qenë koordinator në imë Krastiqi nga Prezeni. E unë kam qenë i caktuar si komandant dhe si trener, mi pregadit ta djemë në atë kohë. E qëto trajnimet a janë bo në Kosovë, a janë bo në Shqipëri? Këtë e më qëtës në Kosovë në atë kohë, vite natëni. Po flasin për natëni? Jo, natëni, shëmpite, fronti rezistent, edhe ka pas në disa drejtime, për shembull duka gjërën, o përdo që ke pjesat me Gjakovë e prezident këtë, ka pas drejnisa që ka qenë kur në Adem Jashaj, po në Adem Jashaj nuk kam njohë, një homës vlajnë tim njohë, ka qenë një ka provë një 2 drejnisa ka të një pekin fshatën të më ka bash. Edhe Lapjan, gjithë sa ka pas, dikun një ofësisht një 1.000 vetë. 1.000 jënë konë qysh persona në atë kohë, po kemi guzu me njohë shumë njerëz, për shkak informacion, për shkak rrezikut të mundshme, gjithmonë ke pas shkurtesa, mos më pas lidhem që më ardhe në zbulim me diçka, mos më rreziku njerëz. Po sa më afër, sa më mund të qenë. Edhe unë kam qenë domosdoshmë atë ku për ka bash, edhe ka dorë Zoti që ka kuar më shpëry. Po me që sa të u diskuperu në atë njerëz, edhe u duhet në aktivitetet, por në heshtjen është vepru gjithmonë, janë konë gatshëm për ato, edhe ka kuar në kuar kur ka fillu fillet e para të luftës që në 97-98.